Shkruan Gjergj Zefi, nuk kam qenë asnjëherë një besimtar i mirëfillt, madje shpesh jam ndier skeptik ndaj institucioneve fetare dhe mënyrës se si ato e përfaqësojnë besimin. Gjithsesi për mua, përulësia para Zotit mbetet një akt i përuljes ndaj mirësisë, pudorit dhe prosperitetit të njerëzimit. E them këtë për të kuptuar më qartë se pse Papa Francesku ishte aq i rëndësishëm edhe për dikë si unë. Në fakt ai ishte për mua shembulltyra e gjallë e mirësisë. Një figurë që më bën të jap të drejtë Voltairit kur thoshte: "Edhe sikur Zoti mos ekzistonte, do të duhej shpikur." Francesku nuk ishte thjesht një pap tradicional, ai ishte një reformator, një udhëheqës shpirtëror që sfidoi kishën dhe botën në emër të më të varfërve, më të dobëtve dhe të harruarve të shoqërisë. Ai ishte papa që e mori për bazë mesazhin e lumturive ungjillore, të cilat i bri busullën morale të rrugtimit të tij dhe të mbar njerëzimit. Në një kohë kur liderët botror qëndrojnë indiferent ndaj tragjedive të tmerrshme si ato në Gaza, Papa Francesku ngriti zërin e tij, më i lartë dhe më i qartë se kushdo tjetër. Në heshtjen e liderëve të vendeve arabe dhe indiferencën e shumë udhëheqësve të tjerë, zëri i tij ishte një klith njerëzore, plot dëmshuri dhe guxim. Krenaria është mëkati më i madh, përsëriste shpesh Papa Francesku, duke kërkuar një ndryshim thelbësor në qasjen shpesh demagogjike të kishës katolike ndaj çështjeve morale dhe njerëzore. Ai ishte një sfidë gjallë ndaj arrogancës dhe indiferencës, duke na kujtuar se mirësia dhe dëmshuria duhet jenë busulla jone vërtet. Me largimin e tij nga kjo botë, kam një frikë se Francesku mund të jetë modeli i fundit i këtij lloji në një botë gjithnjë më të egër dhe hakmarrëse. Ndoshta tani më shumë se kurrë kemi nevojë për figura si ai që të na kujtojnë se humanizmi, empatia dhe dashuria nuk janë dobësi, por forca më e madhe që njerëzimi mund të ketë. Papa Francesku iku për la pas një trashëgimi që duhet ta mbajmë gjallë në një botë që duket sikur e ka harruar mirësinë. Me largimin e tij humbasim një nga figurat më guximtare dhe frymëzuese të kohës sonë. Por pyetja shtrohet: a do të jetë Kisha Katolike në gjendje të ndjekë këtë rrugë reformuese apo do të kthehet përsëri në praktikat e saj tradicionale larg sfidave reale të kohës sonë? Trashëgimia e Papa Franceskut është sfiduese dhe ndoshta e papërsëritshme. Shpresojmë që kjo trashëgimi të mos jetë vetëm një kujtim i bukur, por një model që do të nxjisë reforma reale dhe një qasje më njerëzore dhe më të hapur ndaj sfidave që kemi përpara.